Pafund, gjithë angazhimi im politik dhe vendimarrje e ka një piknisë që quhet feminizëm. Motivi, vizioni, ideja e superioritetit edhe karshime shkujve dhe burrave. Falja është fisnikri. Shikon, në gjitha fisnikrit më e çmuara është falja, por radhitem të grupi i njerëzve që falja nuk harroj. Më inspirove ta citoj Nën Terezen. S'mund të bëjmë gjëra të mëdha, po mund të bëjmë shumë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Bëjni. Përshëndetje, në hyrje taj po kontribuoj pa. Po është e vërtet për arsye se jam zyrtare publike dhe ju detyrohem shërbimeve të qytetarëve të cilët na kanë besuar ti ushtrojmë këto detyra. Mundohem për ditë më tepër që detyra jonë të jetë fisnike. Fisnike. Sa është sot probleme për nuk fisnike edhe ndershme një punë që e bën koqa me përkushtim shumë të madh. Shumica e bën vendimin dhe duhet jemi koshient të identifikojmë njerëzit e mirë dhe të përgjegjshëm, të cilët gjithmonë janë të gatshëm me i realizu shërbimet me përgjegjësi dhe në favor të qytetarit, për çfarë punojmë. Sa mirë. Po e thua ta bën Gjencis kështu që e pa dorëzuar më dukesh je. Gjithmonë. Çka bën si grua të fortë? Motivi, vizioni, ideja e superioritetit edhe karshime shkujve dhe burrave, dhe ideja e vullnetit të mirë se çdo gjë realizohet në qoftë se bazohet në punë me identitet e ndershmëri. Motivin tonë për jetë, cilin e ke? Zgjimi në vendlindje në Pej, në Pejën e bukur, fillimin e ditës me mbarësi, edhe idenë që Kosova është vendi më i mirë për të jetuar dhe për të punuar. Sëndin e parë, kur shosh mëngjes që e mendon për ditën, cila është ajo? Që a jep vetit si synim, që e kje? I kam prioritetet, dhe prioritetet do të fillojnë me energji pozitive. Pastaj, çdo ditë besoj që çdo energji pozitive transformohet. Dhe në vërtet është e vërtet, dhe kështu, mbarimi i gjërave me energji pozitive, dhe pa lëndimin e askujt, në fund reflekton pozitivisht. Pa lëndimin e askujt. Është e pamundshme pa u lëndu prej dikujt. A e lëndu na herë? Në qoftë është pjesë e jetës, rëndom këto periudhat sfiduese në termine politike të konkurenca. Megjithatë, lëndimi pa qëllim mund të jetë edhe i arsyeshëm. Por në fakt mendimet obstruktive dhe veprimet obstruktive që kanë filluar të polarizojnë njerëzit në Kosovë, ndonjëherë shfaqen edhe sfida, por gjithë ata që janë të mirë të fortë bëhen më të fortë dhe ja dalin. Ne ke pas lëndimin më të madh në jetën tonë, që i lëndu e thu. Shikoj, lëndimet janë dimensionale. Unë konkretisht bisedova për punën, pa dashur ti shpalos lëndimet ose idetë e njerëzve që duan të lëndojnë. Dua të them më mirë se mendimi pozitiv dhe eliminimi i mendimeve obstruktive e ndihmon shoqërinë. A e përsa që falësh kështu shumë njerëzve, falësh për gabimet që edhe falja është fisnikri. Shikon, në gjitha fisnikrit më e çmuara është falja, por radhitem të grupi i njerëzve që falja nuk harroj. A ti si popull me kërku falje shumë? Jo. Nuk kemi mungesë të etikës, kërkim faljen dhe pranimin e suksesit. Besoj që brezi i ri do të edukohet më tepër, ti pranoj edhe këto veti sociale dhe pastaj punët e rezultatet do t'i kemi akoma më. Realizuar tonë, që ekip. S'ka njeri që është i realizuar 100%, por kam kohë t'i realizoj. Dhe do t'i realizoj. Me patjetër. Po jam edhe motivuese, edhe optimiste dhe realizuese, të trija. Gru, vajzë je? Jo, jam gru. Gru, a e feministe, a përkroni gru? Pafund, gjithë angazhimi im politik dhe vendimarrje e ka një piknisë që quhet feminizëm. Por pa keq kuptime, feminizmi është barazi. Dhe gjithkush edhe jo mund t'jeni feminist. Nuk janë vetëm gratë dhe vajzat feministe. Burrat mund t'jenë feminizëm akoma më të mëdhej për ta bëjmë bortë dhe barabartë. Kjo është e tëra. Po do një mesazh krejt për jetën në fund për mbyll që ndoshta do të shërbej shumë kujt për jetë. Një mesazh? Po. Do ta përmbyll me më inspirove ta citoj Nën Terezen. S'mund të bëjmë gjëra të mëdha, po mund të bëjmë shumë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Bëjni. Pa bisedë kanë shve. Faleminderit.